أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الخلق المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. E falenderojmë dhe madhrojmë Allahun Dhul Gjalal, sa është I vetmi që meriton falendërim. Përshëndetje dhe selamet qofshin për të dashurin e tij, për të dërguarin e tij, për Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër dhe ju motra, qofshin në mëshirën e të Madhit Allah xhalla shanuhu dhe I marrshi gjitha mirësitë dhe begatitë e kësaj dynjaje dhe sidomos kësaj xumaje nga I Madhi Allah xhalla shanuhu, kudo që gjindeni dhe kudo që jetoni dhe veproni. Të dashurit e me, neve sot do të shtjellojmë zbashku një temë, apo zbashku do të bashkë bisedojmë rreth një teme që konsiderojmë se është me vlerë, që konsiderojmë se është shumë e dobishme, që konsiderojmë se ka nevojë shoqëria jonë rrethi ku po jetojmë dhe po veprojmë shumë për këtë temë. Të dashurit e me, çdo njeri kur të ka plan një sprov, një hall, mundohet për të bërë zgjidhje. Nga njëherë mundohet vetëm për me bërë zgjidhje, nuk I zgjedh edhe rrugët edhe metodat a janë legjitime apo nuk janë legjitime. Kryesorja do të thotë për me ardhën deri te zgjidhja asaj të lashe. Nëse ka një të smut, nuk zgjedh metodë, formë, mjet, person, përveç se thotë mu më intereson shërimi. Nëse ka ndonjë problem ekonomik, nuk zgjedh rrugë, formë, metodë, dëshiron vetëm për me ardhën deri tek parja, deri tek pasuria. Nëse I mungon posti, nuk zgjedh rrugë legjitime për të ardhur deri te posti, mirë po I shfrytëzon gjitha rrugët anësore jo legjitime për me ardhën deri aty. Nëse ka një problem të ngjajshëm të këtillë, mundohet me bojë intervenca nga më të ndryshmet vetëm me ju bë zgjidhja. Të dashurit e mi, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam I erdh një person për të ndërmjetësu se një I afërt I tij kishte vjedh. Edhe vjedhjen e kishte shpeshtu dhe kishte ardhur deri në atë shkollë për ta marrë sankcionin apo dënimin nga I Madhi Allah xhalla shanuhu, apo për t'ju zbatuar dënimi Allahut xhalla shanuhu në tokë. Mirë, po ata njerëz e gjejnë një person shumë të respektueshëm dhe shumë të dashur për Resulullahin dhe dërgojnë, thojnë, më na I fal. Dhe shkon ky personi te Resulullahi dhe I thot kështu. Muhammed Mustafa ja ngritet në kam, ju skuqet fytyra dhe thot: "Wallahi, law Fatima binti Muhammedin saraqat laqata'tu yadaha." Pasha madhninë e Zotit, sikur vajza e ime Fatimja të vepronte një veprim të këtill, kisha me sankcionu dhe kisha me denu. E mos flasmi më për atë tjetrin. Të dashurit e mi, kjo është një mësim madhor për mu dhe për ty, që edhe kur të kemi ndaj telashe, vetveten ton, familjen ton, punishtën ton, me zgjedh mjete legjitime për me zgjedh, e jo kur njëherë me u mundu, me gjetë njofsi dhe me gjetë gjëra të ngjajshme për me ardhën deri të zgjidhja. Jo kur njëherë kështu, të dashurit e mi, kur njëherë kështu. Për këtë arsye, neve sot në këtë xhumë I japmi këto mësime që nëse fëmiu yt, antari I familjes tone, më I dashur yt, punëtori yt, ka vepruar një vepër jo legjitime, le të publikohet, le të mirret vesh, le të shkojnë procedura deri në fund. Mirë, po neve nga njëherë në emër të dashnisë që e kemi për antarin e familjes, nga njëherë shumë po e dëmtojmë.
Neve na vin lajmët se djali yt ka bërë kët, ka bërë atë, ka bërë kët, dhe neve mundohemi si shoqëri me i minimizu dhe me i mbyllën këto lajme, këto informata. Një ditë ka me pëlsit. Kur të pëlset me të madhe edhe e marrin vesh i madhe dhe i vogël. Jo, mërë të dashurit e mi, për hatër të dashnis që e ki për mua dhe për ty, shko dhe jepja informatën dhe këshillu atë, sepse ai ka nevoj shumë të madhe për atë këshill. Domin më të madh që je duke ja bërë, është ai dom që ti e mbyll informatën. Që ti e mbyll informatën. Për këtë të dashurit e mi, kjo xhuma na jep këto mësime neve që të mirën me publiku, të ligën nëse na ka kapluën. Të dashurit e mi, mos e mbyllni nga ligji, mos e mbyllni nga mjetët. Ata duhet mirët dikush me të, se nëse nuk mirët askush me të, po prishet shoqëria, po prishet familja. E të dashurit e mi, në situata të caktuara, çdo njeri nga ne shef vetën se është më i mirë se tjetri. Shpesh në ndodh një gjë e këtillë. Ja kem leju vetës nga njëherë që tjertë me i shiqu me syrin e përbuzjes, e me syrin e nënçmimit. Ja kem leju vetës nga njëherë me u duk para të tjerve më i miri. Ja kemi leju vetës nga njëherë që të tjerët me i pa shumë largë Zotit, shumë largë hajrit, kurse vetën me pa shumë afër Zotit, shumë afër hajrit. Shpesh i japmi vetës të drejtë me u privilegju, ndërsa të tjerët me i nënvlerësu. Shpesh i japmi këtë të drejtë vetës, që gjithmonë me pa vetën të privilegjum, kurse të tjerë të nënçmum dhe të përbuzur. E po mundohem sot që të tjerët mos me i shequ me syrin kritik, apo syrin e nënvlerësimit, apo syrin e përbuzjes. Sepse që ata njerës që një ditë ti i ke shequ me syrin e nënçmimit, me syrin e përbuzjes, me syrin që këta nuk din dhe nuk kanë famë dhe nuk kanë mundësi, një ditë janë bo shumë më të mirë se ti, mirë po ti nuk i ke pa. Një ditë ata janë bo ma human se ti, mirë po ti nuk e dasht me i pa. Një ditë ata janë bo ma të drejtë se sa ti, mirë po ti nuk e dasht me i shiqu njerëzit dhe këtë kategori të tyre. Mirë po, gjithmonë e ke mbajt atë mendimin dhe pretendimin se ata janë të këtill, të nënçmum dhe të përbuzur. Sot, sidomos gjunaqarët, duhet t'i shiqoj me një sy krejt tjetër. Për këtë ka arë në një transmetim, një njeri e ka këshillu një tjetër dhe një ditë është mërzit nga këshillat e shumta që ja ka dhonë. Shpesh e ka këshilluën. Dhe zatën kjo është në trend edhe të ne. O Gjofeni i thash një herë, i thash 2 herë, i thash 3 herë edhe unë e kum hjek obligimin për vetës. Të dashurit e mi, obligimin për edukim, për mbjellje të vërtetës, për mbjellje të mirës, për drejtësi, për këtë dinë Zotit, kur njëherë nuk dojmë me hjekën dorë. Jo njëherë, po 3 milion herë dojmë mi thonë, apo sa herë që t'jepët mundësia për t'i thonë, do është t'ja tregojsh me edukat, me kulturë, me mirësi, me urtësi, se besoni që një ditë ai ka me kuptu. Amo i thash një herë, i thash 2 herë, i thash 3 herë, e hje ka obligimin. Ai tjetër i tha, o Gjofeni, unë e hynë gjëna me i thonë dikuj në hajde në xhami. Unë e hynë gjëna me i thonë dikuj në hajde se sot është e xhumo. Jo dashurit e mi, ky interpretim ka qenë i dashakeqve. Ky interpretim ka qenë i atyve që nuk ja kanë dashur të mirën këtij njeriut. Ky predikim ka qenë i atyve që njerëzit nuk dojnë me i pa të shpërblym, po njerëzit dëshirojnë me i pa të përbuzur.
Jo dashurit e me e ke për obligim ti dhe une dhe çdo njani, edhe mi thirr njerëzin në telefon, sepse jeta është bot dinamike dhe njerëzit janë të preokupuar me punë, me gajle, me strese, harrojnë një pjesë e tyve që është edhe e xhuma, e neve duhemi mi avëri kujtu atyve, jo për dal prej shtëpijës e i kemi lënë 15 antar të familjes, krejt janë burra, krejt janë punëtor, hani këshër në ju lojën se unë po shkoj pe fali xhumon, unë fal. Këtu përfaqësi nuk ka, me përfaqësu familjen apo ekipin apo dikan tjetër. Çdo njani e ka për obligim me thirrë në rrugën e Allahut. Dhe ky njeriu bezdis. Ka thonë një herë, 2 herë, e më shumë se kaq, është lodh. Dhe e ka shpreh një fjalë që është shumë aktuale, edhe njerëzit sot e shprehin këtë fjalë dhe i thot: ty Zoti s'ka më të falë kur. Masi s'u dëgjove mua. Kur Zoti s'ka më të falë tyje. I madhe Allah xhaleshanu është i gjithdijshëm, i plot fuqishëm, ai sheh, ai ndëgjon, e ka ndëgju fjalën e këtij, që është fjalë shumë e rënë, ka zbrita rahmeti Allahut në gjoksin e tij, është hap dhe është pastru zemra e tina, e ka pranu hajrin dhe është udhëzu në rrugën e drejtë. Allahu e dërgon Xhebrail Eminin dhe i thot: këtë person e kam fal, ama ty që e thave këtë fjalë nuk të kam fal edhe nuk të fali. Sado që t'jen gjunat, sado që t'jen gabimet, sado që t'jen mangësit, i madhi Allah dhul xhelal e ka rahmetin edhe faljen e madhe. Ama kur një herë mos thuj se Zoti këtë nuk e fal, sikur që edhe mos thuj gjithmonë me siguru vetën tonë edhe me thonë: unë jam në rrugën e drejtë, unë jam i falur, unë jam të mirën. Jo, gjithmonë let kapa janë ndjenja që unë kam gabime dhe kam të mira, kam të meta, gjithmonë me pa tjetrin më të privilegjuar se veten, kur është në karshe imani me Allahun xhalla shanuhu ve xhalla xhalaluhu. Për këtë Imam Maliku në librin e tij Muwatta, është një libër gjigant, thot një fjalë shumë të famshme, një fjalë shumë të madhe që e transmeton fjalën e Hazreti Isës alayhi salam. Hazreti Isa kishte dalë një ditë me ata dashamirët e vet me ushëtit. Dhe e shohin një gjynaqar nga një gjynaqarët e mëdhej. Njerëzit po e përbuzin, njerëzit po e nënçmojnë, njerëzit po e nënvlerësojnë. O dashurit e mi, për Zotin e lom jetoj me një kohë që nga njëherë një njeri që ka një tmet, nuk mundohemi me mshe, me zbut, me qetësu, me afru, mirë po neve bojmë shaka, lozmi me ta, e shtim do thot me janë gjallën atë ndjenjat, edhe që shtot popli më falni se jemi para kamerave dhe jemi në xhami, e bojmë ma budal se sa që është. Jo mërë dashurit e mi, mani kështu, mosi ata njerëz afrani afër, qetësani, mos i ngritni zë atyve, mos i shteni do thot me lue, me fol, e me bërë gjëra që ata e kanë në vetveten e tyre, mirë po me u munduen me u alargun atyve. Dhe Hazreti Isa i shef se janë duke e përbuz atë njeri, ai e ka thonë një fjalë shumë madhore. Thot: mos i shiqani veprimet e të tjerëve sikur ju me u konë zota e ata rob. Por shiqani veprat e tyre me syrin e njeriut, me syrin e robit, në njerëzillakun, njeri gaban, njeri ja qëllon nga njëherë, njeri dështon, mos mi shiquen se ju jeni zota, ata janë rob. Mirë po me shiquen njeri ashtu shiqen, sepse në këtë botë janë 2 lloj njerëzvesh. 2 lloj. E para, ose njerëz të sprovum, jo të udhëzum, me gjunahe, me telashe, me probleme, me ignorancë, me dashaketësi, me inat, me zili, e me gjëra të ngjajshme. Ose i dyti, njerëz të shërum, njerëz të shëndosh, njerëz të udhëzum është fjala. E nëse je i udhëzum, falenderoje Zotin xhalla shanuhu. E nëse e shef një tjetër të sprovum, tregom mëshirë ndaj tina. Tregom mëshirë ndaj tina.
se kur i meqmi, kur intelektuali bën shaka me një njeri të sprovum, me një njeri që ka të meta psiqike, me një njeri që ka të meta fizike, më falni, ky është i asoj kategorijës më të ullët se sa ky tjetri. Po i intelektuali, dashamirësi, i besimtari në Zot, duhet mi shiqu të tjertë me syrin e mëshirës. Për këtë të dashurit e me tregohet se kur e prun një njeri me ja dhon dënimin për alkohol, kishte pirë alkohol, i sprovum njeri, jo i udhëzum drejt, kishte pirë alkohol. E prun të Resulullahi, o Zot, me bo me prun të hoxha, Zot, një dallim, ha? E prun të Resulullahi, njeriun që e kishte thy ligjin e Zotit, mëkat Zotit, në kohën e Resulullahit Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Njeri nga të praneshmit tha, akhzak Allah, Zotit marroft. Ke thy urdhnin e Zotit, para Resulullahit, po i thot. E Resulullahi sallallahu alaihi wasallam shiqen e zemrën e besimtarit, shiqen e edukatën e besimtarit musliman, shiqen e njeriun imanur, shiqen e njeriun edukativ, shiqen e njeriun e perspektivës, shiqen e njeriun e të ardhmës, shiqen e njeriun vizionar, shiqen e njeriun edukator, shiqen e njeriun ku po dëshiron me i çu njerëzit. Tha, mos i ndihmoni shejtanit kundër vëllaut juaj. Këta e keni vëlla. Mos i ndihmo shejtanit, duke i thonë fjalë të këtilla, Allahu të bëft këtë apo atë. Ti je duke i ndihmu shejtanit, e je duke nënvlerësu vëllaun tënd. Ky është vëllai yt, është gjynaqar, ama është vëllai yt. Për këtë kur isha në studime, një profesor doktor që unë e kam shumë respekt për ta, dhe mundona me i lexu të gjitha librat e tina, dhe me ja shiqu hapat ka po heca ai njeri, një njeri familjar, një njeri perspektivës, një njeri dashamirës, një njeri edukum, një njeri kulturum, një njeri i cili don me i pa njerëzit e muslimanët në veçanti në piedestalet më të larta, ai përderisa po e jep një ligjërat, neve me disa shok që ishmi, na bani me shenjë dhe tha, ju këshilloj juve evropianëve me 3 këshilla. Neve ishmi atje në studime, edhe filloj, tha e para, këtë robë që po ja fsho vesh, neve ishmi me robat atjehet. Tha këtë robë që po ja fsho vesh, a ditë kur të merrni rrugën me u kthy në vendet e juja, në kontinierin e do të takoni të aeroporti me hjek këtë robë, me gjujt në kontinjer, me i vesh robat e juja, me u kthy në vendet e juj, me robat e juj, me kulturën e juj, me edukatën e juj, me mënyrën, formën e ligjerimit juj, me u mundu këto njohurit sheriatit që e keni përfitu këto, e që ndoshta janë mangësi në vendin e juj, me i praktikuën. Wow! E dyta, tha ndurët e juja, kush ka orë, hiqe orën edhe hodhne. Ndurët e juve me vendos busolla. Busolla është mjet orientimit. Përmes organizimeve, përmes fjalëve, përmes trajnimeve, përmes ligjëratave që i mbani, ka e keni për qëllim me i çu ata njerëz? Ku e ki për qëllim me i çu këta njerëz? E kam për qëllim me ëndje, me pa çdo besimtar të veshur bukur, intelektual, të pastërt, mjet udhëtimit mirë, mjet banimit mirë, njeri perspektivës, njeri respektueshëm, njeri dashur, njeri human, njeri transparent, njeri tolerant. Këtill kam dëshirë me i pa, se të këtill na i mëson Allahu Dhul Xhelal në këtë Kur'anin familjar. Kështu. Pa ku e keni për qëllim me i çu njerëzit? Dhe e treta, vendos një gishtin tregues dorës djathtë, se cilët këti që e ki në krahun e majt, dhe neve krejt veprun kështu, tha po e shiqani, te ky e te pa 1 met, a vetës ja ke kthy 4, mirënu me vetë vetën, mos u mirëni me tjertë. Të dashurit e me, energjit pozitive që i kemi unë edhe ti, me u mundu me i kthy në pozitive, në veprim, ku me ditë se ku i qojmë këta njerës.
Mirë, po ndoshta shpesh po na kap gafleti, shpesh po na kap ignoranca, edhe tër mazdarka apo paradarka po na shkon filoni edhe filonia. Kështu nuk shkon. Kjo është humbje kohës. Edhe këta njerëz që mirën me këtilla gjëra, besoni që në foshnjore janë. Apo ende nuk i kanë mush vitet për me hyrë në foshnjore. Dhe Muhammed Mustafaja po i thot, mos i ndihmoni shejtanit kundër vllaut juaj. Ja pronën një tjetër për alkohol, për të katërtën herë. Ja pronën për të herën e parë, e fali Rasulullah. Ka gabu, njeri. E pronën për zdyti. Tha, po njerëzit gabujnë, me lajkët nuk gabujnë. E pronën për streti, për sëri e fali dhe i tha, nëse pendosh me sinceritet, dhe urrejnë këtë veprim të ligë që e ke bërë, fillon me vepru punë të mira, Allahu ka më t'i shëndru këtë këtë veprat liga, kretë në sevap edhe në të mira. Sa madhur, sa edukate mira. Ja pronën për skatërti. E kur ja pronën për skatërti, njërin nga shokët e Rasulullahit tha, Allahi e malkuft, na lodhi ky njeri të ardhë. Muhammed Mustafaja përsëri e fali dhe i tha, unë nuk jam dërgu me i mallku njerëzit, po jam dërgu me ju tregu mëshirë njerëzve. O ju musliman, neve nuk jemi për mallkim. Se neve mallkimin kur ja bëjmë dikujna, ma nuk duhet me u përdor. Rasulullah e kanë dëgju një njeri duke e mallku devën. Allahu e mallkov, se si shka i ke devja mirë, ka punoj kenar. E urnoj, tha, hiqja samarin dhe leje të lirë. Nuk guxon më me përdor. Për çka? Se është e mallkume. Vallahi tregon transmetuesi, atë deve e kanë lënë të lirë, edhe kush nuk e ka marrë për me përdor për nevoja, derisa aja kanë ngordhën. Ne zgjomin mëngjes në snadhes kerri, 100.000 mallkime kerrit. O zoti, s'do të më hyj pa di kerrit mo. Snadhezët maqina aty në punishte, 100.000 mallkine. O, s'do të me përdor atë maqinë. Besoni s'do të me përdor mo atë maqinë. Gërus mo, mos flasmi. Tani vjen mbrëmja. Jo, dashurit e mi. Duhemi me qenë shumë të kujdesshëm këtë drejtim duhemi me qenë. Sepse i madhi Allah xhaleshanu po na mëson, nuk është pjesë e fjalorit mallkimi dhe nuk guxon besimtari me bë mallkim. Ne duhemi me përbuz veprën, jo krysin. Nënçmimi nuk i kthen njerëzit, nuk i udhëzon njerëzit në nënçmimi që ja bën ti atyve. Ne duhemi me pasur respekt për njerëzit, sepse vetëm respekti i kthen njerëzit. E kurse si diçka tjetër, përbuzja, nënçmimi, arroganca, nuk i kthen njerëzit në rrugën e drejtë. Nuk i bën të kulturum njerëzit atë nënçmim dhe atë përbuzje që u a bën ti atyre. E të dashurit e mi, Allahu xhaleshanu besimtarin e sprovon në aspekte të ndryshme, me humbje të antarëve të familjes, me humbje të pasurisë, me humbje të postit, me sëmundje të ndryshme. Gjitha këto me vrejt cilat fjalë po i fol besimtari në momentin apo në ballafaqimin e parë kur të ballafaqohet me sprovën. Të ka ndodhur, ka vdek një antar i familjes. Cillën fjalë thot parën? Të Allahut jemi dhe te ka i kemi për të kthyer. Smuat antar i familjes. Cila fjalë e para? Allahu është shërues. Allahu është shërues. Ballafaqohesh me post, me nënçmime apo me përsekutime në post, nuk t'japin post apo diçka. Edhe pejgamberët e Zotit janë sprovu me gjëra të ngjajshme, po dush me bë punën për me vërtetu me vepër për me arrit. E të dashurit e mi, fjala e tregon imanin që e ke në zemrën tënde. Nëse të merr antarin e familjes, dije se është caktimi i madhit Allah xhaleshanu. Nëse me smundje, dije se Allahu është duke dashur ty. Edhe duke dash me ndëgju zërin tënd, duke ju lut Zotin natë e ditë, o Zot shërom, o Zot shërom a këtë antar të familjes, pa shatë madhin Allah, Allahu njerëzit e mirë i sprovon, njerëzit e këqi, që të para trenit, treni nalë, thot, hiq ma këta piktuit.
Allahu njerin e mirës provon për Zotin e lom. Zatën Firaunit, kur kokdhimbje nuk ka pas Firauni. Këtë gjuhën e sudit, paracet, nuk ka pi kur Firauni. Që shpim na para buke mas buke. Koka kur si ka dhim Firaunit. Hazreti Muhammed Mustafas. Sprovat ndryshme të lashe, probleme nga matë ndryshme, edhe në momentin e vdekjes ja prun një ena, i fut ke durt aty, thëjke, la ilaha illa ant, s'ka zë tjetër pas tije i madhi Allah, vërtet vdekjen për shëqërej kanë dhim të mdhaja, këtu të ne janë disa të lashe, disa probleme, sprovohet dikush me smundje, sprovohet dikush me një evlat smundje, po nuk e dini kësha ka bon, Allahu ju ka mani mërdashurit e me, shka pezeni ju Allahin, a pezeni Allahin e njeri së kur që jemi na me i note, ma ka shty me gjën me mujt e faraj den të fundit këta. Jo mërdashurit e me, i madhi Allah nuk hakmirët, po ti e i mirë, Allahu të dënë tyje, Allahu dëshiran më të adhuru gjennetul firdausin, Allahu dëshiran më t'i dhonë dhuntit gjithat mirat, që ti me pas mëshirë, me pas dhëmshuri, me pas afërsi me njerëzit, ti me qenë i këtil, se një pjesë të njerëzve sprova e bën ma human dhe ma të afër dhe ma të dashur me njerëzit. Të dashurit e me, dije se nëse Allahu 40 dit nuk të sprovon, dije se nuk jenë nga njerëzit e mirë. 40 dit mos me pas një stres, mos me pas një mërzi, 40 dit mos me pas një telashe, një problem. Ja, dije që nuk është raporti mirë me Allahun Xhaleshanu. Nëse nuk mundësh, dije se i madhi Allah Xhaleshanu ka më të adhuruar mundësin. E hala pa e ndëgju zërin e nanës, as të babës, në ditën kur të plotësohen 120 dit, në barkun e nanës, Allahu Xhaleshanu i dërgon me lajkët më ta dërgu shpirtin dhe të njëjtën kohë caktohen gjërat. Caktohen gjërat. Duke qenë në barkun e nanës, në embrion, hala, 2 gjëra, cilat jeta. Sa kemi me jetu? Po dhe të njëjtën ku risku, furnizimi. Allahu thot, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Në qiell është risku. Ata e ka përgadit dhe e ka caktu i madhi Allah Xhaleshanu. Mos ju frigo, ama puna. O që fëni risku ashtë i caktu më kom për mi kom. Jo, krejt shka që dush mi marë, dush mu lodhe, dush me shumë gjërat të ngjajshme, për me e fitu që ata ka caktuen i madhi Allah Xhaleshanu. Për këtë, neve besimtarët sot, jemi botë margarinit, na imanin e kemi vesh kur jemi mirë. Një sprov më e vogla, më në ra, na harrojmë që jemi musliman, po harrojmë që jemi besimtarë të Zotit Xhaleshanu, dhe po e qesë me imanin ketë me një rrugë tjetër. Hatim e Sam, njëni për ulemave të mëdhej, i etur për dituri, kështu duhet me qenë besimtari, kërkuet diturin prej djepit deri në varë. Ja, që mëni tash kum dalju në penzim, o nuk du të me ledzu. Tash du të me ledzu edhe ma shumë du shme ledzu. Sepse ushqim i trurit është dia. Ushqim i fizikut, i trupit, pasuli, hëbur, mush i brit. Ushqim i shpirtit, është imani, besimi në Allahun Dhul Xhelal. Me këtë trekëndsh duhet me jetu njeriu. Me këtë trekëndsh duhet me jetu njeriu. Hatim e Sam, i vjetër, i më shumë, po dënë me kërku diturin. Gruja nuk je dhonë ke leje. Na në vajza i kishte. Kujna bjale këto fëmi. Po i madhe Allah kujdeset, njerëzit e mirë, të afërmit. Unë po dëshiroj me kërku diturin. Jo, gruja si jap. O ju tri, Zoti mos jap qitë kësi gra. Kujdes, da gordohuni me ta për krejt jetën e juj, për të ardhmën e juj, për perspektivën e juj. Da kurton e ende pa e nxjerr fjallën po. Oj vojz, di për jetën e ati djali gjithë shka, edhe notat në klasën e parë çfarë i ka pas. Sjelljet, shoqërien, respektin familje, dertët e tij, preokupimet e tij, krejt dush mi dit,
para se me thonë pu, sepse sot po ballafaqohemi mas një javë po del ju. Pse? Valla o xhafeni isha pas gut, më kish pas ma kish marr mendjen bukuria ati, e shpejtova, e bëra të gjajshme. Jo, mos shpejto në këtë drejtim. Mirë po, sigurohu, sepse vendim madhor është martesa. Martesa nuk guxon me qenë stop i sukseseve tua, po martesa duhet të jetë një vijë e bardhë për më t'i hap këtë portat e suksesit tënd. Hati me Samin e më ndaloj ke gruaja, se lan kemë shku me studiu. Lut bjer, mashtra, jepi dhurata, dil në shëtitje, nuk mundet me ja marr mendjen. S'mundet me ja marr mendjen. Vajza e vogël, hafize e Kuranit, 9 vjeçare. I thotë o bab, shko se ti na len dorën e të madhit Allah xhaleshanu, ai cili nuk vdes kurr. Risku është në dorën e tij. Del baba, mo nuk e shiqen as gruan as 8 vajzat e tjera. Del, vjen mbromja, gruan edhe vajzat i rrokuria. Gruan dhe vajzat i rrokuria, normale. T'ju vërsulën gruaja dhe vajzat 8 kësaj vajzës të vogël, hafizet Kuranit, ti i dhave kuraja, se aja ketu në ndëgju neve, e nënçmun, e thonë fjallë të liga, bukur shumë, ka trokit dikush në derë. Del vajza ma dhe hap derën, thot, a keni mundësi ujë më në dhonë? Thot, elhamdulillah që na kërkove diçka, qka të vetëm në shpinë tonë e kemi. Thot, ku na jeni? Thot, Hatim ibn Asam. Ku është? Tha, ka shku me kërku dituri, na kalon neve kështu. Ky ishte Ebu Gjafer el-Mansuri, njëri pi kryetarëve të mëdhenj të muslimanëve. Ju tha ushtrisë këtë fjalë: "Men yuhibbu mirë al-mu'minin falyasna ma sana'tu." Tha, kush më don mua si kryetar, le të veproj çysh të veproj unë. Dhe ky nxjerri tollat, arit, e ushqime, rroba, edhe krejt ushtarët kështu. Ja mushën derën. Kur dolshin vajzat, s'mujshin me hap derën. Ju kishte mush krejt dera, me ushqime, veshmbathje, ari e gjëra të ngjajshme. Vajza e vogël po e thot këtë fjalë: "Nadhratan min makhluqin qad aghnatna, fama balukunna idha nadhara ilayna al-Khaliq." Një sy një njeriut që na i pa gjendjen tonë, na shiqoj, na mbuloj me të mira, me begati. Po shka u amermenja nëse dënë Zoti dhe na shiqën Zoti, të mirave s'mujna me ju dhonë në fond, as me i numruan. Ky është i madhi Allah. Mirë po, lidhu me hajrin me të mirën, beso që keme qeni begatu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.